Ja dhe horoskopi i thelluar dhe i detajuar për binjakët për muajin korrik 2025, me fokus në punën, dashurinë, financat, shëndetin dhe një ritual të plot për të tërhequr energji të mira. Për shëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në parashikimin ton mujor. Unë jam shumë e emocionuar t'ju zbuloj çfarë kanë rezervuar yjet për muajin korrik 2025. Ky muaj vjen plot energji të reja, mundësi të papritura dhe momente kyçe për secilën shenjë zodiakale. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar dashuri, sukses në karrierë, apo thjesht pak më shumë fat, ky horoskop do t'ju ndihmojë të lundroni nëpër sfidat dhe të shfrytëzoni në maksimum potencialin e korrikut. Jemi gati të zbulojmë sekretet e vijeve? Le të fillojmë. Binjakët, korrik 2025. Zgjerimi mundësive, rritje personale dhe vendime që transformojnë jetën tënde. Puna e karriera. Muaji korrik sjell ndryshime vendimtare në karrierë për binjakët. Do të ndihesh më i vendosur për të ndjekur pasionet e tua dhe për të mos u mjaftuar më me minimumin. 10 korrik, mundësi për promovim ose ndryshim pozite. Nëse je i vetëpunësuar, nis një fazë më e strukturuar dhe më fitimprurse. Këshillat që vijnë nga një figurë mashkullore janë të vlefshme. 11-20 korrik. Kujdes nga keqkomunikimet në ambientin profesional. Flit qartë dhe mos supozo që të tjerët e kuptojnë menjëherë çfarë kërkon. 21-31 korrik. Fokuso energjinë në një projekt të madh që e ke zvarritur. Mund të përfitosh mbështetje financiare ose përmendje publike pozitive. Këshill, jepi përparësi qëllimeve afatgjata. Mos harxho kohë me gjëra që të lodhin shpirtërisht. Dashuria marrëdhëniet. Për çiftet, komunikimi është arma më e fortë, por edhe burimi kryesor i keqkuptimeve këtë muaj. Nëse ke ndjesinë se partneri nuk të kupton, provo të ndryshosh mënyrën se si shpreh emocionet, jo për të heshtur, por për të pasur më shumë ndikim. 9-17 korrik. Një sqarim emocional i thellë mund të afrojë njëri tjetrin më shumë. 24-30 korrik. Mund të lindë një vendim për bashkëjetesë, martesë ose ndarje për ata që janë në marrëdhënie të lodhura. Për beqarët, njohje të reja, sidomos në mjedise kulturore apo përmes internetit. Një takim i veçantë vjen rreth 18 korrikut, me dikë që ka një shenjë zjarri, dash, luani, shigjetar dhe që të sfidon intelektualisht. Ditët më romantike, 5, 14, 18, 27 korrik. Kujdes nga idealizimi i tepërt, 10, 13 korrik. Parat e financat. Korriku është muaj i mirë për të riorganizuar financat dhe për të shmangur shpenzimet impulsive që vijnë nga stresi ose dëshira për aratisje. Nga 6-16 korrik, një pagesë e vonuar do të vijë papritur dhe do të lehtësojë ndjeshëm. Nëse je duke menduar për të nisur një biznes të vogël online, ky është muaji ideal për të bërë planin e veprimit. Këshill financiare, mos u bazoni vetëm në një burim të ardhurash, mendo për një alternativë të dytë që lidhet me aftësitë e tua. Shëndetje e energjia. Shëndeti do të jetë i qëndrueshëm, por truri i mbingarkuar mund të ndikojë në trup. Kujdes me pagjumsinë, tensionin nervor dhe sindromën e lodhjes së mendjes. Pi më shumë ujë, redukto kohën në telefon para gjumit dhe praktiko aktivitete që të qetësojnë, meditim, yoga, shëtitje në natyrë. Kujdes me grykët, sytë dhe nervat, ato janë pikat e dobta këtë muaj. Këshill, korriku është muaji ku duhet të mësohesh të thuash jo pa faj. Rituali i muajit korrik për binjakt. Ritual për qartësi mendore, ide të reja dhe komunikim të frytshëm. Koha më e mirë, 7-9 korrik, ku Mërkuri, planeti yt sundues, është i favorshëm. Çfarë të përgatisesh? Një qiri i bardh ose i kaltër? Një copë letre dhe laps? Një gjethe dafine ose mente? Një gotë ujë? Si ta kryesh ritualin? Uluni në heshtje, ndis qirin dhe mbyll syt për disa minuta. Në letër shkruaj një mendim ose ide që do të materializosh këtë muaj. Mbështille gjethe dafine me letrën dhe vendose afër qirit. Thuaj me zë. Zëri im është dritë. Mendja ime është tek thjellët. Fjalët e mia janë ura që më çojnë drejt qëllimit. Lëre të digjet deri në fund ose fik qirin me respekt dhe ruaje letrën në një vend të veçantë. Energjia e binjakëve në korrik. Ky muaj vjen me ndryshime të shpejta në humor, mendime dhe ritëm jete. Trupi yt ka nevojë për ushqim që të ndihmon të ruash fokusin, të mos lodhesh shpejt dhe të qetësosh sistemin nervor. Çfarë të hash më shumë në korrik? Ushqime për trurin. Boronica, ara vezë dhe peshk si salmoni ose sardele. Për qëndrim më i mirë, më pak lodhje mendore. Karbohidrate të lehta dhe të ngadalta. Tost integral, oriz kaf, quinoa. Energjia do të jetë e qëndrueshme gjatë ditës. Perime të freskëta dhe me klorofil. Spinaq, rukola, brokoli. Pastrojnë trupin dhe qetësojnë luhatjet emocionale.
Erza të lehta që stimulojnë qarkullimin. Xhenxhefil, trumz, nenegjik. Shkundin letargjin dhe rrisin fokusin. Çfarë të shmangësh këtë muaj? Kafe në sasi të mëdha e tepron mendjen dhe krijon ankth. Ushqime shumë të yndyrshme ose me sheqer të lodhin trupin dhe mendjen. Fast food e ul energjinë mendore dhe të mbyll në pasivitet. Rituali i natës për binjakët në korrik. Një gotë me qumsht bajameje dhe pak mjalt para gjumit ndihmon për qetësi, gjumin e thellë, për punimin e mirë të emocioneve dhe ëndrave. Mos harro, të ushqehesh mirë për ty si binjak, nuk është luks, është nevojë shpirtërore. Kur ushqimi është në harmoni me ritmin tënd mendor, gjithçka tjetër rrjedh më lehtë. Ja një dietë e përshtatur për shenjën e binjakëve për muajin korrik 2025, që merr parasysh energjinë, aktivitetin mendor dhe nevojën për ekuilibër emocional që i karakterizon. Karakteristikat e binjakëve që ndikojnë në dietë. Aktiv mendorisht, shpesh në lëvizje. Priren të hanë shpejt ose të harrojnë të ushqehen. Kanë nevojë për ushqime që përmirësojnë fokusin, energjinë dhe sistemin nervor. Dieta për binjakët, korrik 2025. Mëngjesi. Smoothie me banane, boronica dhe spinaq qumsht bajamesh. Tost integral me avokado dhe fara kërpi. Çaj jeshil ose ujë me limon. Pse boronicat forcojnë kujtesën, ndërsa avokado ndihmon sistemin nervor. Dreka. Salat me thjerza, rukola, domate, kastravec dhe djath i bardh. Një lug vaj ulliri dhe uthull molle. Një cop buk integrale. Pse? Thjerëzat japin energji të qëndrueshme, ndërsa rukola ndihmon tretjen. Mesdito snack. Ara, lajthi ose bajame një grusht. Një kos natyral ose jogurt me pak mjalt. Pse? Arat përmbajnë omega-3 që ndihmon në përqendrim. Darka. Salmoni pjekur me limon dhe majdanoz ose fileto pule. Oriz integral ose quinoa. Perime të zjera, brokoli, karrota, kungull. Pse? Proteinat ndihmojnë në rikuperimin e trupit dhe përmirësojnë gjumin. Pije të rekomanduara. Çaj kamomili ose mente në mbrëmje për qetësim. Ujë me trumz ose xhenxhefil gjatë ditës për përqendrim. Rituali ushqimor i muajit për binjakët. Ha me vetë dije. Bëj një pauzë të shkurtër para çdo vakti. Merr frymë thellë dhe përqendrohu te aroma dhe ngjyra e ushqimit. Kjo do ndihmojë binjakët të mos hanë në nxitim ose shpërqendrim dhe do përmirësojë tretjen. Shpresoj që këto parashikimet ju ndihmojnë të merrni vendime të mençura dhe të shfrytëzoni çdo mundësi që yjet ju ofrojnë. Mos harroni, universi flet me ne në shumë mënyra dhe astrologjia është një dritare drejt kësaj urtësie. Nëse ju pëlqeu ky horoskop dhe dëshironi të merrni parashikime të tjera të rregullta, ju lutem abonohuni në kanal. Gjithashtu, mos harroni të lini një like dhe ta ndani këtë video me miqtë dhe familjen tuaj. Mbështetja juaj është thelbësore për ne. Shihemi në videon tjetër. Faleminderit.